E sheh njerëzve sot ju thu ka thonë Muhamedi alayhi salam, nuk jo lën shaj. Ju thu kështu ka urdhëruar Rasulullah alayhi salam, nuk ta vnojnë veshën. Thot Allahu azza wa jalla: "La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da." Mos e bani thirrjen e Rasulit, duan e Rasulit alayhi salam, sikur thirrjet duat mes juve, thirrjet mes juve. Shokët e Rasulit alayhi salam kur nuk I kanë thirr o Muhammed, kanë thirr ja Rasulullah, për respektit, për asana që nuk bëhet thirrja e Rasulit, nuk thirret sikur me kanë njëri tjetër. Në anën tjetër, kur Rasuli alayhi salam na thirr neve për një çështje, nuk guxon mu këshyr ai urdhër sikur me kanë një urdhër e një hoxhës ose një anit një këshis atë. Kur thot Rasulullah alayhi salam kështu banja, për shkak se nuk është thirrja atina sikur thirrja e njerëzve, urdhri I tina sikur urdhri I njerëzve, tradita e tina sikur tradita e njerëzve, nuk është e njëjtë. Po edhe në qoftë se dikush e kundërshton çështjen e tij alayhi salam, nuk është si kundërshtimi I çështjes dikujt. Lutja e Rasulit alayhi salam për ty është e veçantë te Allahu azza wa jall. Lutja e Rasulit alayhi salam kundër atyne të cilët e kundërshtojnë çështjen e tina është e madhe. Domethënë çdo hadith që e nin për Rasulit alayhi salam në amanën mirë. Për çfarë ka thënë Allahu azza wa jall se ka mundësi mi ndodh juve fitne. E fitne në atë kuptimin zbrapsa Allahu azza wa jall pe hajrit. Dhe Allah na ruaj në shkallat larta të devimit. Ose çush ka thënë Allahu azza wa jall, ose ju vjen juve në dënim I dhimbshëm për shkak kundërshtimit çështjes Rasulit alayhi salam. Para mendoa jetu e kundërshtu Rasulullah të dërguarin e Allahut alayhi salam. Kështu që kujdes musliman. Kujdes me çdo hadith që e nini, hapni vesh mirë, hapni syt mirë edhe nga në lexoni këshirën e mirë që ka thënë Rasulullah alayhi salam.